Вие сте со уште една наша емисија, вашиот пратеник. Гостин во Собраниското студио е пратеничката Мимоза Муса. Добре дојдовте. Mirësi u gjitha. Faleminderit për mundësinë që të flasim për jetën e deputetit jashtë parlamentit. Така. Моето прво прашање ќе биде по професија сте магистар по настава по англиски јазик. Но во претходниот наш разговор споминавте дека никогаш немате работено како професор. Сепак, љубовта ја најдовте во маркетингот. Како се најдовте најпрво во маркетинг? Është e vërtetë që jam magjistre gjuhës të letërsisë angleze. Aso kohë kur përfundova studimet, mu desh të prisja 3 vite derisa të filloja punën. Fatkeqësisht ne e dim se si punësohen njerëzit tek ne, veçanërisht në shkolla. Prita edhe fakti që mu desh të kyçesha në ndonjë parti politike që t'jeme punësuar në shkollë, për mua ishte i papranueshëm dhe vendosa që ta marr fatin tim vetë në dorë. Edhe aplikoja në çdo punë që kisha mundësi të aplikoja. Rastësisht marketingu ishte mundësi që jeta ma servoi. Edhe pastaj, si duket, ishte njëra ndër talentet e mia të fshehura. Fillova në 2015 edhe deri në mandatin tim të parë si deputete kam punuar marketing edhe PR. U gjenda sepse në studimet e mia përveç gjuhës dhe letërsisë, sigurisht kemi studiuar edhe për shkrimin edhe për mënyrën se si ti përçojmë mesazhet. Andaj unë e bëj shpesh këtë lidhjen asaj çfarë kam studiuar dhe çfarë kam punuar edhe si përfundim doli i suksesshëm. Но сега ве гледаме како пратеничка. Ова е вашиот прв мандат. Како се најдовте во пратеничките води? Од каде љубовта кон политиката? Unë jam e kyçur në politikë që nga 2015 fillimisht si riniste në ato forumet rinore dhe nuk kam pasur ndonjë ambicie realisht në fillimet e mia që të kem ndonjë pozitë, qoftë në nivel lokal, qoftë atë të deputetit që jam tash. Fillimisht kam qenë këshilltare në Këshillin e Komunës në Komunën e Tetovës në vitin 2017-2021 mandatin. Pastaj vendosa të largohem nga politika. Në 2024 kur po bëheshte një grupacion, realisht po bëheshte një koalicion më i gjerë shqiptar me disa parti politike shqiptare, më ftuan që t'jap edhe unë kontributin tim si grua e re që njëherë ka qenë domethënë pjesë e politikës, që të mundemi të luftojmë, po them luftojmë disa politika tjera të cilat ndoshta për një pjesë nuk ishin aq të mirë se ardhura. Така, спомнавте како млада жена се вклучивте во политиката. Колку е тешко за жените да се вклучат во политика? Për gratë është shumë e vështirë, për shumë arsye. Për arsye sepse politika shpesh shihet si botë që është botë e burrave dhe mendohet se pozitat të cilat duhet të merreni a priori janë të burrave. Është shumë e vështirë për shumë arsye sepse gruaja si grua nuk ka vetëm një obligim, nuk ka vetëm një detyrë, ajo është në motër bashkëshorte, është edhe për kujdeset për familjen, pastaj edhe të merret edhe me çështje të si politika, me politika të cilat duhet të rregullojnë jetën e gjithë shoqërisë. Sfidat janë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të dorëzohemi. Aq më tepër unë shpesh u them vajzave të reja, sigurisht se ju do të shiheni si vajza të reja të cilat janë pa përvojë, të cilat nuk kanë çfarë të japin politikës ose nuk kanë atë prapavijen, atë backgroundin, eksperiencën që mund t'ja japin politikës, mirë po vajzat e reja kanë dëshmuar që janë më të përgjegjshme edhe mundin t'ja dalin në politikë pavarësisht sfidave. Родена Тетовчанка. Да, град на соживот традиции.
Колку целата таа атмосфера влијаеше врз формирањето на вашата личност? Ја имате ли поддршката од семејството? Рековте, семејна жена, така? Fillimisht do flas për Tetova, për shumë arsye, sepse është e vërtet që jam rritur me një lagje e cila i përfshin gjitha etnicitetet. Po jo vetëm etnicitetet, por edhe në aspektin religios, dhe me thënë kemi pasur të përfshire. Lagja ime mendoj që ka qenë njëra ndër faktorët kryesore që mua më ka formësuar si personalitet, por jo vetëm atë, më ka mundësuar që qyshe vogël të jem e kyçur edhe të njoh njerëzit, por edhe të njëjtën kohë të mësoj gjuhët. Të mësoj gjuhën maqedone, të mësoj gjuhën turke, sepse lagja ishte formacioni i tillë ku ishim edhe shqiptar, edhe maqedonas, edhe turq, edhe rom kemi bashkëjetuar. Shtytësit kryesor që unë të bësha deputet edhe të merresha me politikë ka qenë familja ime dhe pikërisht babai im. Ai ka qenë një ndër mbështetësit më kryesor. Në qoftë se ai nuk do të më shtytet e nuk do të më mbështetë, me siguri do të tërhiqesh edhe nuk do të mund ta bëja. Пратеничке членувате во неколку делегации. Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, делегацијата во Парламентарното собрание на процесот за соработка во Југоисточна Европа, потоа во пратеничките групи за соработка со парламентот на Република Грузија, потоа со парламентот на Индија, за соработка со парламентот на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, потоа пратеничката група за соработка со парламентот на Кралството Шпанија. Членувате во работните тела Комисијата за европски прашања, Комисијата за образование, наука и спорт, Буџетски совет на собранието, Совет на собранискиот канал, Постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Широка лепеза на делегации и на групи за соработка. Моето прашање е каде најмногу се наоѓате во сите овие групи? Како можете најмногу да придонесете за доброто на државата? Është vërtet që jam në shumë grupe bashkëpunimi në parlament edhe në grupe punuese, po njëra ndër të cilat më shumë unë e gjej vetën është Komisioni për Arsimin dhe Shkencën. Do thoni pse? Është për arsyen se unë jam profesoreshe gjuhës angleze dhe mendoj që kontributi im më i madh mund të jetë në sferën e arsimit, veçanërisht në arsimin e mesëm, por gjithashtu jam edhe në klubin e deputetëve të ri që nuk e potencuat ju, po aty mendoj që kemi bërë shumë punë për të rritë bashkë me kolegët tjerë të gjitha partive partijake. Секој петок пратениците според деловникот се среќаваат со граѓаните. Една од обврските. Но не е само според деловникот, бидејќи пратениците секојдневно се среќаваат со граѓаните, па дури и за време на викенди, нели? Што најмногу бараат граѓаните од вас, пратениците, конкретно од вас? Me keqardhjen më të madhe më duhet të them, shpesh takohem me njerëz, jam ndër të paktët deputet që ndoshta ende ecin këmbë rrugës, ende udhtoj me autobus pa asnjë problem, edhe shpesh më bie të takoj njerëz të gjithë, jo vetëm të qytetit tim, por edhe të qyteteve tjera. Kam frikën të them që politika ka krijuar një mendësi të atill që deputetët edhe politika ka për obligim të punësojnë njerëzit. T'ju gjej punë. Shumicën e kohës është kjo ajo që kërkojnë. Domethënë, ti punësojmë diku apo t'ju kryejmë ndonjë shërbime në ndonjë institucion, pasi ankesa e tyre shpesh është nuk funksionon institucionet ashtu siç thuhet dhe detyrimisht kërkojnë një të njohur me të cilin mund të kryejmë punë më shpejt. Во нашиот претходен разговор, или како дел од ова интервју, рековме дека сте прв пратенички мандат, релативно млада пратеничка. Од вашиот мандат остануваат уште 3 години, бидејќи само 1 година сте пратеничка. Моето прашање е дали може да ни откриете зашто најмногу ќе се залагате до крајот на вашиот мандат и еве кога би требало вака граѓаните да ве запамтат, по што сакате најмногу да ве запамтат, да се сеќаваат? Një vit sigurisht është pak për të bërë shumë punë,
kemi edhe 3 vite nga mandati jam. Sigurisht unë dua të vazhdoj të bëj atë çfarë kam bërë, të jap kontributin tim maksimum në sferën e arsimit. Ajo të cilën unë do kisha dashur njerëzit të më mbajnë mend është se ju kam ndihmuar të rive, edhe kam bërë politika bashkë me kolegët tonë që ju lehtësojnë jetën të rive, por mbi të gjitha dëshiroj të më kujtojnë për një njerëz që sa herë që e kanë marrë në telefon ju është përgjigjur, një deputet i cili e ka ruajtur dinjitetin dhe integritetin dhe mbi të gjitha të bëhem një shembull për gratë dhe vajzat e reja që ata duan të bëhen deputete. Vi благодарам на разговор. Ju faleminderit juve.